Përshëndetje të dashur teleshikues, mirë se po takohemi në emisionin më të ri për film Telekino, unë jam Mirjeta Baraliu. Në emisionin e sotëm do të flasim për dy festivale, njërin festival të njohur tashmë të dëshmuar që po mbahet që 24 vite në Prizren, festivalin e filmit të shkurtër dhe dokumentar DokuFest. Gjithashtu do të lidhemi në linjë të drejt për drejt nga New Yorku për një festival tjetër të ri, të quajtur Fanoli Film Festival, me që do të flasim me regjisorin shqiptar Bujar Alimani. Mirë po, fillimisht të ndalojmë tek DokuFesti në Prizren. Nga data 1 deri me datën 9 gusht, Prizrenit i shtohet jeshia, gjallëria dhe bukuria, padyshim nga se kinas nga e tërë bota grumbullohen për edicionin e ri të këtij festivali që tashmë po mbush 24 vite. Në linjë të drejt për drejt nga Prizreni kam Alba Çakallin, me të cilën do të flasim si producente e festivalit për përgatitjet për këtë edicion dhe risitë që do të përmbajë si vjet ky festival. Përshëndetje nga studio jon, Alba. Përshëndetje Mirjeta, si jeni? Mirë? Mirë, faleminderit. Jo, e di që jeni në volumin vllugun e punës, duke u përgatitur për edicionin e ri, çka mund të na tregoni për shikuesit tanë? A i keni ofruar punët? Muj me thonë që i kemi ofru, po edhe në shumicën e prej kështu proceseve të cilat i kemi se na punojmë edhe gjatë vitit, rregullisht për me përgatit festivalin, disa prej tyne jemi edhe në proces të sipër. Çka muj me thonë është që është mbyllur thirrja për aplikim për këtë edicion, për edicionin 24, edhe i kemi pranuar një numër të madh filmave që janë mbi 3000 filma. E tash timove që jemi në fazat përfundimtare me ekipin selektues të filmave për me mujt me i përzgjedh. Po, sa filma do të zgjedhen për të shfaqur, Alba? E dim që janë disa kategori, po prej 3000-ve, sa filma do të ketë mundësi që t'i shoh përafërsisht shikuesi filmdashës? Zakonisht janë 8 kategori garuse, edhe kemi programe speciale në varësisht prej temës edhe kampanjës që i kryejmë çdo vit, ndërsa mesatarisht janë diku rreth 250 deri në 270 filma. Edhe filma dokumentar, edhe filma të shkurtë. Juria pas ka punë për të përzgjedhur prej 3000-ve tash. Shumë filma. Po më intereson. Ka konkurrencë. A ka interesim të shtuar ose a ka ra interesimi pas Covidit, a ka ndikuar pandemia në këtë festival? Jo, në fakt, çka përmendoj në 2020 atëherë kur ka qenë edicioni i 19 edhe kur ka qenë kështu komplet edicioni online, nuk është që përmenojmë fakt që kemi prit na edhe krejt bota, në fakt që ka prit një farë ndryshimi kështu global në botën e filmit, po për fat mirë, nuk është që ka pas ndonjë dëm. Ka ndryshuar trendi, normalisht. Shembull, përgjithësi, nuk po flas në aspektin e festivalit, po flas në aspektin e shikuesve nëpër kinema. Ka ndryshuar trendi për shkak se edhe njerëzit janë mësuar pak a shumë me i kthyer filmat edhe nëpër platforma digjitale, edhe nëpër shtëpi apo diku tjetër. Mirë po, festivalet kanë mbri në përbot për me u rikthy në formatet e tyne edhe me një audiencë të plot. Këto më i me thonë kështu me plot besim. Për shkak se edhe 2 vitet e fundit ku nuk kemi pas kështu probleme në aspektin e pandemisë, shikues tanë janë rikthy edhe numri është rrit në krahasim me vitin shembull të edicionit 18 në vitin 2019 që ka qenë para pandemisë. Çka do të ketë risi si vjet? Si vjet, në fakt, risi çdo vjet ka në DokuFest, edhe pse platforma e festivalit vetet e njëjtë. Ka shfaqje të filmave, ka diskutime, ka program të muzikës edhe gjëra tjera, por si vjet çka është e bë DokuFesti është që për herë të parë është të kriju forumin e filmit të shkurtë, forumin për filmin e shkurtë, ku çka nën kupton kjo është që është e para në rajon për këtë lloj, domethënë për filmin e shkurtë, që është në bashkëpunim me disa institucione edhe të shteteve, po edhe institucione të ndryshme të filmit në botë, ku regjisorët e rinj kanë mundësinë me ardhur në Prizren, nga Kosova, Maqedonia edhe Shqipëria, është e hapur për këto 3 shtete, edhe e kanë mundësinë me ardhur me i prezantu idetë e tyre për me xhiru një film shkurt. Edhe gjithashtu kemi bashkëpunime të ndryshme që thashë dhe ma herët me institucionet e filmit,
ku do të ketë çmime të ndryshme, por njëra prej seneve kryesore është që kemi bashkëpunime me qendrat kinematografike të Kosovës, të Maqedonisë edhe të Shqipërisë. Fituesit e këtij forumi do të kompenzohen edhe me para, apo jo? Edhe me vlerë monetare. Ka mundësi të ndryshme edhe për me fitu vlera monetare, po ka mundësi të ndryshme edhe për me shku në për festivalet të ndryshme, në për forume të ndryshme, të cilat festivalet i ofrojnë si një lloj çmimi, ku regjisorët kanë mundësi edhe përveç çmimit monetar me pas mundësinë edhe për me qenë pjesë të këtyre forumeve të ndryshme në për festivalet të ndryshme edhe institucione të ndryshme të filmit. Si vjet për herë të parë që po e lansojmë këtë program që do të jetë në gusht, njëna prej shteteve që është mysafire është Skotlanda, ndërsa në vite tjera po planifikojmë me i ftu edhe shtete tjera që me mund të pas bashkëpunim sa më të frytshëm edhe sa më të mirë, edhe një mundësi shumë e mirë për regjisorët dhe regjisoret e këtij rajoni. Alba, çdo vit Dokufesti ka një temë të veçantë, një theme, një moto. Cila është moto e festivalit si vjet? A keni përgjedhur ende? Si vjet definitivisht ka me pas temë, po ne jemi hala në procesin e diskutimeve ta quajmë kështu. Për shkak se zakonisht temat e festivalit të na, do të thonë kampanja krijohet tu bazu jo vetëm në ndryshimet apo zhvillimet që po ndodhin në Kosovë apo rajon, po edhe në ndryshime globale. Të marr parasysh që çdo ditë po kemi trende të ndryshme, rrethana të ndryshme politike, rrethana të ndryshme, edhe neve pak po është pak e vështirë për me vendos temën edhe me lansu sa më herët. Po besoj që shumë shpejt, tashmë veç jemi në maj, festivali mbahet në gusht, është shumë afër, edhe po besoj që shumë shpejt kemi me dalë me kampanjën tonë. Mua po më intereson gjithashtu, a kanë konfirmuar dikush prej personaliteteve të njohura, se zakonisht festivalet sjellin edhe emra me renome. A kemi ndonjë mysafir special që ja vlen që shikuesit informohet, të vi ta takoj, të shoh filmat e tij ose të ndjek masterclassat? Po, siç e thash edhe më herët, thirrja është mbyll, në fakt është mbyll me 15 prill. Edhe tashti 15 prilli maji janë çajo periudha të quajmë kështu si një farë kështu vakumi, ku na vendosin përmes temës edhe mandej i ndërtojmë edhe programet tona speciale. Po si në aspektin e filmave, do të kemi filma shumë për mysafir po flas, a ka konfirmuar dikush prej mysafirëve? Ende? Ende nuk kam diçka një emër që muj me thonë. Po muj me thonë që edhe në aspektin e filmit, po edhe në aspektin e muzikës ka me pas emra të mirë, që njerëzit kanë me pas mundësinë për me ardhe dhe mu kënaqur për sa. Po, për fund, çka keme shtu për shikuesit tanë? Duhet që t'i rezervojmë datat, prini deri në 9 gusht dhe t'jemi prezent Prizren, apo jo? Ajo, patjetër. Se ka me pas shumë program të mirë, edhe të këndshëm, edhe ka me pas aktivitetet të ndryshme të mira atraktive për një gusht, po së shpejti, kur të lansojmë edhe temën, kemi me i lanso edhe disa të quajmë kështu festival pass, të cilat do të janë kështu pasa grupor, të cilat do të ndihmojnë edhe njerëzve që me mujt me organizu sa ma herët dhe me mujt me i përzgjedh biletat e tyne dhe kohën kur përdojnë me qenë. Së shpejti do të lansojmë edhe programin, përveç programit që ka me qenë në garë, edhe do të lansojmë edhe programet speciale, edhe pjesën e muzikës do të lansojmë. Për forumin thirrjen e kemi hapur, është deri në fund të majit i hapur. Që to muj me thonë që muj me inkuraju regjisorët që me mujt me apliku, se është mundësi shumë e mirë, edhe koha është e mirë, qyteti është u rregullu, dita ditës shumë ma bukur po bëhet, besoj që ka me qenë një verë e bukur. Është specifike kënaqësia që t'jep të shikuarit film në ambient jashtëm dhe ju keni disa kinema open air, a është shtuar ndonjë kinema e re, apo janë ende ato të njëjta? Kinemat janë të njëjta, pak ka ndryshime në qytet, se disa prej objekteve po renovohen, edhe na jemi të kthyer për me mujt me kriju një alternativ që me mujt festivalin me bajt në disa qendra të ndryshme. Do të thonë një pjesë e programit ka me u bart në ITP, ndërsa pjesa tjetër do të met. Kinemaja në Kala ka me u rindërtu prap, kinemaja të Lume ka me u rindërtu prap. Te qendra historike në fakt janë 4 kinema, edhe
ma thonë urës është edhe shtëpia e kulturës e cila ka qenë renovim, edhe ato do ta shfrytëzojmë, edhe do ta shndrojmë në një qendër të festivalit, ku ka me pas fluks të mysafirëve edhe vizitorëve të ndryshëm, edhe një pjesë tjetër po mendoj me e qunë në ITP. Një pyetje fundit, gjithë ata cilët nuk kanë akreditime, atëherë e vetmja mundësi është për të pa filmat me bileta, apo jo? Do me thonë, si vjetë që thashe dhe ma herët, kemi me shit bileta individuale, që çmimin do t'a lansojmë në ditët në vazhdim, por kemi me pas edhe bileta grupore. Do me thonë, nëse planifikojnë njerëzit me naj 3 ditë në Dokufest, ka me pas shembull, si me thonë, weekend pass. Nëse planifikojnë me qenë gjatë 9 ditëve, ka me pas për festivalin, ka me pas vetëm për filma, ka me pas vetëm për muzikë, edhe që ka me qenë një farë ndryshimi që mundën me ardhë dhe me i marrë në çmim shumë të vëllitshëm. Falenderoj shumë për informacionin. Faleminderit edhe juve.